ky Ramazan e ka një specifik më ndryshe se Ramazan e tjerë. Thash me këshillën e hoxhës Lozëm Sesuri, këshillom çka të bëj gjatë Ramazanit, çfarë ibadete adhurime të bëj më shumë. Këtë Ramazan. Çfarë ibadete ki po bash më interesant? Këtë Ramazan e kam bën një ibadet më ndryshe dhikr, që kam thonë bi 1 milion herë astaghfirullah tu bilej. 1 milion herë. 1 milion herë. Allah. Edhe 3 hatme. Akbar. Elhamdulillah, dërsa vitin e kalum, Ramazan e vitin e kalum, I kam bën diku 13 hatme. Allahu akbar. Kam shku nga 5, 6, 7, 8 derisa kam rrit 13 hatme vitin e kalum. A këtë Ramazan bi 1 milion herë astaghfirullah tu bilej. Astaghfirullah wa atubu ilej. Astaghfirullah wa Allah atubu e ilej. pranoft. Një me pranu prej gjithë këtij dhikri, elhamdulillah. Po 1 milion herë. 1 milion. Po pse? Si I njefshe? Me atë dhikr macin. Dhikr mac kanë digjitale. Po, ngishte vendosha, heqësha rrugës, po sa folish diçka, sa e ban një gibet, pse s'ban dhikr be vllai dashur? Allah. Pse s'ban dhikr be motër e dashur? Në ditën e gjykimit të çaja, disa kam në dashur. Çaj kam me çupesh. Shumë kam e peshu. Je shtrit, ban dhikr. Wallah po. Hes ban dhikr, jen vetur ban dhikr. Wallah billah. Alhamdulillah. Ç'kjo është kampion, kampionët janë çdo çka bëjnë. Dhikr wallah. Alhamdulillah. Mbi 1 milion herë. Po e Zotit që edhe hoxha lut tjetë ishzetar I këtij shpërblimi. Amin, amin. Allah e shpërblet Zotë xhendet.